Live from Tirana. Live from Tirana. Unë e di që keni shumë qef, haj tani lëm pas të hati të TikTok-u të bëhet, çfarë të bëhet, por pa Big Brother mos na lini. Eni Bitri, ti bën shpesh sounde të dala nga Big Brother, siç janë këto oj nëna ime, e më the të thash, apo ironizon në formë parodike situatat në Big Brother. E pe Prime Brëm? E pash Prime Brëm. Nuk kam bërë shumë video mbrëm me të drejtën. Pse, s'të dhanë shumë material? Më dhanë goxha material, po thjesht ishte shumë i lotshëm. Dhe më zuri koka, nuk kisha më. Çfarë të lodhe? Situata lejerti Gerta. Okej. Gjëja me vezën ishte katastrofa, ajo ishte kulmi. Ta. Pastaj pjesën tjetër i ka ja futa gjumë se nuk mundesha më. Dëgjoj, nuk kanë ndë fajë se është dita e 80 dhe ose mbi 80 dhe vjen një moment që ezaurohesh dhe duhen kuptuar se është lodhje shumë e madhe, por ka disa në fakt situata që ngjallen debati jashtë shtëpisë edhe ka shumë kuriozitet dhe në çdo studio televizive tashmë flitet për Eglitakon. Ti si e ke parë gjestin këto ditë pa Eglitakon? Shiko, mua më erdhi shumë mirë në fakt kur pas që Egli kishte dalë nga shtëpia. Po tani kam dyshimet e mia se mund të jetë dhoma e bardhë. Mendon që mund të jetë? Tani edhe mund të jetë edhe mund mos të jetë. Okej. Thjesht ajo nuk ka dalë askund, nuk ka bërë asnjë postim, nuk ka postuar asgjë. Po pse duhet tek dhoma e bardhë? Se di, mund të jetë një surprizë. Gjestin pa Eglin. Okej, aktiv është gjesti gjatë gjithë kohës si me Eglin si pa Eglin. Gjesti është gjesti. Nuk e ka dobësuar, domethënë. Jo. Se ju vë dhe pak në dukje mbrëm nga Neta Balluku gjatë programit që loja e tij është zbehur pak me ikën e Eglit. Po prap, gjesti ka strategji. Gjesti gjithmonë do e gjej diçka të re. Gjesti gjithmonë do bëj gjëra. Është i paparashikueshëm. Sondazhet nxjerrin fitues edhe të dielën e fundit që u bën në fan club ku thuaj që nëse finale do të ishte pas 2 ditësh, ai dilte mbi 43% fitues absolut, në vend të dytë rendite Gerta, më pas vinte Rozana. E shet të tillë gjesin? E shet si një mash fitues? Po, pretendent që mund të jetë fitues i këtij Big Brotheri. Po. Pse? Shiko, njerëzve në fakt i vjen shumë keq për gjestin edhe keq, po. Pse? Sepse u bë goxha ditë izolimi më shumë nga të tjerë dhe mendojnë se ka ndodhur një padrejtësi tek ai, edhe e mbështesin. Po dhe ka bërë gjëra që të tjerët nuk i kanë bërë. Pra gjesti po e përjeton këtë gjën më gjatë nga të gjithë. Domethënë është i është dhënë Big Brotherit në të gjithë qeniën e tij dhe është investuar. Është investuar gjithë pa. Por jo vetëm, banorët të tjerë në atë shtëpi janë aty për ditës së parë si Rozana, Laerti, Gerta, Loredana, Valbona. Le të marrim pak me radhë personazhet. Për shembull Rozana, si do duket ty në këtë Big Brother? Se di, kam një mixed feeling për Rozanën. Herë më pëlqen, herë nuk më pëlqen. Herë egzageron, herë flet saktë. Gafora. Është gafora në fund të ditës. Si e sheh atë të pozicionuar në këtë Big Brother? Është pretendente, është lider. Ka situatën në dorë, dita luajt ajo këtë lojë. Është mirë. Po Gerta është e preferuara ime. Gerta Gexhari është e preferuara ime. Çfarë të më shumë? Është e preferuar. Po më na thuaj ndonjë fjalë më shumë se kaq, pse të pëlqen? Se di, është shumë luftarake dhe që kur ka hyrë e kam parë dhe ka krijuar goxha situata, edhe Gerta është luftarake, i shkon situatës deri në fund derisa të arrijë atë qëllimin e vet luan. Disa e etiketojnë thjesht si një opinioniste të tretë të këtij formati dhe jo një lojtare që merret me situatat vetë, pra e quajnë Gertën si një banore pas situata, pas strategji, por thjesht analizon. Është strategji. Është dhe kjo është strategji sepse bravo i qoftë asaj që përfiton nga situatat e të tjerëve, ndërkohë që të tjerët nuk mund ta bëjnë dot këtë gjë. Se ajo duhet të zauroj situatat e veta apo historitë e veta, po, kur mund të luaj me historitë të tjerëve. Mbrëm u etiketua nga Arbër Hajdari kjo skema që Loredan, kjo skema që ndjes Valbona kishte bërë me Jozin, sigur janë të lidhur, si një gol kundrejt Gertës. Ti e pe të tillë se pyetja ime është, okay, skem, po çfarë fitoi Jozi dhe Valbona nga kjo? Asgjë, nxorën keq dikë. Po nxorën keq. Sa ajo xha nuk e nxori sekretin e ty.
Po pra, po si në zorën keq sepse duhet të kuptojmë diçka. Mos më duk sikur doli keq herë. Ti thuash një banori në shtëpinë e Big Brother, do të them diçka, por është sekret, është butalliku më i madh, sepse ti je mes kamerave, ti do mes të kamerave dhe kjo gjë nesër pas nesër mund të përdoret për klip siç ndodhi. Si e pe këto? Të di, më duk shumë gjë. Jo, nuk di çfarë të them për këtë situatën që bëri Jozi me Bonën. Se mendon që e bën vërtet? Sa jes më duk. Hajde të bëjmë një gjë kot. Mos zgjuan një ditë bukur, do bëjmë këtë gjën edhe okay. Pas spektaklit un po e shija pak deri aq sa munda tek Darka, tek Arena e Storm, që Gerta vazhdon të insistonte dhe thoshte që këtë gjë e bët për të kamufluar të vërtetën tuaj. Mendon që mund të ketë pasur një të vërtet? Po. Por ne si njohim un për vete personalisht Jozin se njëja jashtë kush ishte, ndërsa Bonën po e njëja. Po prapë nuk është se kam hulumtuar të njoh për jetën e tyre personale, ata të mund ta kenë pasur këtë gjë, të thjesht e kanë pas sekrete dhe tani për ta zhdukur vëmendje nga kjo gjëja mund ta bëjnë këtë situatë. Mund të ndodhë. Pra, edhe thonë që ne bëm loj, po edhe ka një material për të dalë në prime. Interesante. Laert Vasili është komentuar dhe u bë dramë dhe unë të them të drejtën nuk e kuptova pse u bë kaq shumë dramë dhe pse u morën kaq shumë me këtë histori banorët, puthja mes ti dhe dy djemve të tjerë tërësisht skenike. Si ke parë këtë? Po mirë, se ata Aldo mos ka bëj apo ja. Po Aldo edhe Gjesti. Po me Gjesti nuk u morën shumë. Unë nuk e kam parë shumë këtë situatë, me thënë drejtën, por di që banorët e tjerë kishin thënë Gjestit që putha Laertin se Laerti është aktor dhe njerëzit këtë gjë nuk do ta marrin për keq, se ai Xhaj ka bërë këtë gjë më përpara kur ka qenë në atuaj emrin, më vjen. Laerti po ku punon Laerti? Në teatr, yes. E ka bërë këtë gjë në teatr në për rolet e tij. Kështu që të dukin gjë, domethënë sigur nuk ishte me çfarë të merreshin banorët. Hajde bëjmë diçka. Sa ka që nga ana tjetër janë disa banorë në televotim në fakt Gjesti për shkak të goditës me vezë që i kishte bërë Viserlos dhe vëllai i madh e mori si vendim Gerta për shkak se është gjithmonë në televotimet normale, ndodh gjithashtu Kelly, Miki. Unë në fakt më kuptova që Miki ishte në Big Brother kur banorët po e nominonin, Ola, Viserlo dhe Valbona dhe Laerti që janë një nominim i vetëm. Kush mendon që është i radhës për të ardhur në fan club? Miki. Pse unë dëgjoj. Miki është shumë i qetë aty. Jam shumë dakord, por për shembull ne logjika ime kjo, ne Viserlo ne kemi parë. Mendoj që nuk ka më çfarë tregon atë shtëpi se i ka bërë pothuajse të gjitha. Miki mund të jetë interesante sepse ne nuk dim asgjë për të. Po prap kur mbaroi Big Brother ta gjë Miki. Po këtë drejt marr? 3 ditë më shumë, 3 ditë më pak. Pretendon dhe fillon të tregoj për veten e saj që ne ta njohim dhe më shumë, ai unë mendoj që ajo duhet krijojë shumë situata, por është pak vonë në të drejtë. Sepse aty gjërat ecin shumë shpejt, edhe sekundi është më i shpejt se sekundi. Se dia do ta kapi dot Miki. Eni Bitri më rendit 4 finalistët e Big Brother. 4 finalistët e mi të Big Brotherit, Gjesti, Gerta, Rozana, Lori. Nëse do kishte 5, do shtoja dhe Laerti. Po vajti Laerti shkon dhe Valbona pastaj. Po besoj se do i ndaj. Do i ndaj, no? Loredana interesante shumë. Loredana më pëlqen shumë. Më pëlqen që kohët e fundit ka filluar ta nxjerrë vërtet këtë veten e saj po e tregon, është shumë fani, më pëlqen shumë. Shumë. Fillim thoja kisha pak kështu për Lori, nuk është se më tërhiqte dhe shumë dhe nuk është se më pëlqente shumë, po kur filloi të tregoj për veten e saj, më tepër më pëlqeu shumë. Shumë interesante. Mirë, Eni, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana edhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim. Gjithashtu. Edhe shijoja atë TikTokun se nesër. Edhe sot. Shijoja edhe sot, bëj ndonjë video të fundit lam të mire aty për ndjekësit e tu, se më pas do na gjeni Instagram. Na gjeni në Instagram. Mirë, ne shkëputemi këtu për pak reklama, rikthehemi menjëherë pas bllokut informativ dhe ndonjë këngë të bukur që me shumë shije do e zgjidhë Danko DJ për të vazhduar Live from Tirana deri në 12:00.